Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ju uroj mirëseardhje në këtë seminar gjithë juve që pete i parë dhe të i fundit, të organizuar nga iniciativa Vepra në krye me Hafez Amirin dhe bashkëpunëtorët e tij në ngushtë që sot kanë mundësu që të jemi në bashkë në këtë mezhlis, në këtë seminar, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu të gjithë ata që ishin shkak, sebeb për këtë organizim, Allahu t'i shpërblen me shpërblimet e tij të mëdha, të begatshme dhe të shumta. Gjithashtu lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'i shton këto aktivitete, që rinin ton ta pajisim dhe ta pasurojmë me dituri fetare, ashtu sikur se ata marrin dituri shkencore në shkollat e tyre, nëpërmes këtyre aktiviteteve, seminareve, tribunave, trajnimeve, ligjëratave, të pasurohen me dituri fetare dhe kështu që të përgatiten që t'jenë mirë me Zotin, me Allahun e Madhëshëm, krijuesin ton dhe krijuesin gjithësisë, pastaj t'jenë edhe të dobishëm në vendin ku ata do të jetojnë dhe do të veprojnë. Me dituri fetare rregullojnë raportin me Zotin, me dituritë shkencore e ndërtojnë raportin e tyre me vetveten fillimisht, pastaj edhe me rrethi ku jetojnë ata. Dhe këtë formë njeriu bëhet i përsosur, i plot. Dhe kjo është qëllimi i edukimit islam, që njeriu me bë përgatitur që t'jetë i plot në jetën e tij të kësaj bote dhe normalisht edhe në jetën pas vdekjes. E për këtë arsye do thotë janë këto iniciativa, janë këto organizime, Allah i shpërblet gjithë ata që i kanë ndihmu, i përkrahin dhe i lehtësojnë me qenë të pranishëm. Na lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'i shpërblet edhe ata që kanë qenë shkaktarët e ndërtimit të këtij objektit, ku na sot vijnë këtu edhe rrim si në shtëpinë tonë, me një rahatllëk të madh, sepse nuk ka kush na përzihet, nuk ka kush na ndërhyn, se është vakëf i joni, për cilën vakëf do thonë dikush ka kontribu, Allahu atë e shpërblet me xhenet inshallah taala. Si u e përmendëm edhe në fillim të takimit ton, e kemi vendos, kryesia e iniciativës e ka vendos që në këtë seminar të lexohen 2 libra, që të 2 librat janë të rëndësishëm në formimin fetar të çdo triju të musliman. Libri i parë është 3 parimet, që flet për 3 pyetjet jetike dhe bazike, që prej përgjigjeve të sakta të këtyre pyetjeve varet edhe ardhmëria e përhershme e secilit njeri. Dhe për atë shkak na e vendosëm që me të ta fillojmë sot me mezhlisin e parë. E mezhlisin e dytë nesër kalojmë tek libri i dytë, 40 hadithet e Imam Neveviut rahimullahu taala, ku edhe ato janë të rëndësishme sepse Imam Neveviu rahimahullahu taala i ka përzgjedh për gjithë atyre mira haditheve 40 që janë bazat e fesë. Na do fillojmë sot inshallah taala me leximin e librit 3 parimeve dhe libri që keni para jush është me koment të Sheikh Muhammed bin Salih Uthayminit. Ne komentin s'do e lexojmë sepse na merr shumë kohë, veç tekstin. E libri nëse e shihni para vetes se keni 2 pjesë. Një pjesë është teksti i 3 parimeve, një pjesë është komenti. E ju përcjellni vetëm tekstin e librit, jo komente.
Në fillim është biografia a do kalim drejt të libri. Normalisht unë do përmendje se Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahabi, rahimahullahu ta'ala, ka jetu në gadishën arabik, në Kalin, në Dirija, që është një prej qyteteve që ka qenë afër Riyadit, tash është pjesë përbërëse e Riyadit, dhe ka vdek vitin 1206 sipas hijretit. Në shekullin e 13 hijretit, faktikisht ka qenë para 241 viteve, paraprasisht ka vdek hijri. Ka jetu me një kohë kur në mesin e njerëzve ka qenë e përhapur adhurimi i voreve, i tyrbeve. Dhe ai pas leximeve tia fetare, sidomos me ramjen në kontakt me trashëgimin e madhe akademike të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, kupton se këto fenomene janë prej devijimeve të rrezikshme në Islam që rrezikojnë besimin e muslimanëve dhe ka qenë prej objektivave kryesore rikthimi i muslimanëve në monoteizmin e pastër Islam, lufta kundër të gjitha manifestimeve të idhujtarisë dhe tendenca për ta kthy umetin islam në burimet e pastërta Islamën, Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Puna e tij, angazhimi i tij normalisht e ka analizën pozitive dhe atë kritike, megjithse dietarët musliman kanë konstatu se ai si dietar, ai si një thirrës, ai si një lider i muslimanëve në atë vend, ka bërë një kontribut të jashtëzakonshëm për ta ripërthrij fenë dhe për ta ringjallë atë në mesin e muslimanëve të asaj kohe. Normalisht, çdo reformator, çdo lider, dikush e pëlqen punën e tij, dikush se pëlqen, dikush e përkrah, dikush e kundërshton, dikush e vlerëson dhe e ngrit, dikush tenton me zhvlerësu dhe me nënçmu, ashtu edhe figura e Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullahu taala është bisedu prej palëve të ndryshme. Megjithatë, të gjitha enciklopeditë serioze në botën islame, jo vetëm të Arabisë Saudite, po edhe të Egjiptit, të Azharit, po edhe të enciklopedisë islame të Turqisë, të gjithë ato tregojnë vlerat dhe kontributin e madh që ka pas ky dietar në ripërthrirjen e çështjeve thelbësore të Islamit, sidomos të meseleve të tauhidit dhe luftës kundër idhujtarisë, shirkut dhe gjitha formave që i ka ai në atë kohë dhe normalisht edhe sot. Përmes me zgjatë më tepër, domethënë pjesën e biografisë, pra flasim për librin Tre Parimet, i përkthyer në gjuhën shqipe që herët. Është interesant se libri Tre Parime është përkthyer në gjuhën bosnjake në vitet 70-ta. Njëri prej profesorëve të Fakultetit të Shkencave Islame në Sarajev, profesor Dr. Ahmed Smailović, e ka përkthyer Tre Parimet në vitet 70-ta dhe ka publikuar te një revistë islame që ka qenë e pranishme në atë kohë, që është quajtur Islam s'ka misal, mendimi islam. Pastaj i pari që ka përkthyer në gjuhën shqipe Tre Parimet ka qenë Nexhat Ibrahimi nga Prizreni, e ka përkthyer në gjuhën shqipe dhe është botuar në vitet 90-ta dhe pastaj është përkthyer me shumë përkthime, është përkthyer me shumë komentime dhe sot domethënë është i pranishëm me të madhe në mesin e besimtarëve, shumë hoxhallar e lexojnë dhe e shqarojnë atë në për xhamiat e tyre, ja që erdhë radha që edhe na ta lexojmë bashkë edhe ta komentojmë nga pak, domethënë këtë libër. To mësime që do i marrim na do jetë, do thot, leximi i librit nga Hoxha Harith Selimi, edhe do vazhdojmë na me një sqarim të thjesht më pas. Para se me fillu me leximin, dosha të tregoj se ky libër në vetvete i ngërthen 5 tematika.
Tematika e parë janë 4 parimet kryesore në jetën e muslimanit, që i përmban sura El Asr. E dyta, domthonë tematik, janë 3 parimet të cilat duhet t'i din muslimani pse na ka krijuar Allahu i madhrishëm, dhe se Allahu nuk e fal shirkun, dhe se mbas të këtij parimit bëhet misia dhe anëmisia në jetën e besimtarëve. Tematika e tretë është ajo që edhe në bazë të saj e ka marrë emrin titull i librit, 3 parimet, ku flet domethënë për njohjen e Zotit, njohjen e Islamit dhe njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tematika tjetër është njohja e miletit hanefit të Ibrahimit alayhis salam, që besimi i drejt i pastër, pastaj do thot urdhri më i madh me të cilin i urdhëna dhe ndalesa më e madhe nga e cila jemi ndaluna, që ka të bënë gjithashtu me tauhidin dhe shirkun. Dhe tematika e fundit për të cilën flet ky libër dhe përmbyll atë, është besimi në ringjalljen, besimi në pejgamberët dhe kufur bit tagut, mohimi i tagutit. E tagut është çdo gjë që adhurohet veç Allahut subhanahu wa taala. Pra këto janë 5 tematikat për të cilat domethënë flet faktikisht ky libër, megjithëse është i vogël, po flet për tema shumë të rëndësishme për të cilat kemi nevojë na vazhdimisht në jetën tonë. Mas kësaj hyrjes, fillojmë me leximin e librit dhe domethënë sqarimin e disa pjesëve të saj. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li muallifil kitab, wa li shaykhina wa lil hadirin. Allahumma amin. Shpjegimi i 3 parimeve bazë të Islamit. Bismillah, në emër të Allahut. Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesit, mëshirbërësit. I'lam rahimakallah. Autorët e librave islam zakonisht të gjithë e fillojnë me Bismillah. Pse kjo? Për 2 arsye. Para se do thot çdo gjë tek muslimanët fillon me Bismillah, me emrin e Allahut, për fitu bekimin e përmendjes së emrit të Allahut. Dhe dyta, duke ndjek Kur'anin, i cili fillon me Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Për të 2 arsye, dietarët zakonisht i fillojnë librat e tyre me Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Dije Allahu të mëshiroft. Edhe kjo është një metodë që kanë përdorur përpara ulemat, ku tregon kujdesin hoxha që ka ndaj nxënësit edhe lexuesit. Prandaj dije Allahu të mëshiroft, që ka kuptimin ka plot mëshira e Zotit dhe Allahu t'i fal mëkatet e tuaja. Domethënë, me start kur e lexon këtë libër, fiton hala pa marr dije, fiton uratën e një dietarit për dietarëve të muslimanëve, i cili tani më ka vdek, mirë po, lutja e tij për ty, atë kur e ka shku vlen edhe sot, edhe ti përfiton nga kjo dua e tij. Dije Allahu të mëshiroft, se janë të detyrueshme për ne të dim 4 gjëra. Tu, domethënë janë e para dituri. Çka është dituri? Çdo gjë do thotë që argumenti e flet se është e vërtetë. Pra, gjërat e pavërteta, gjërat e dyshimta nuk janë dituri. Vetëm gjërat e vërteta, e sakta janë dituri. Kjo është e përket dije, edhe ajo që na detyrohet. Çka na detyrohet? Detyrë e jona është ajo që na urdhëron Zoti. Në mënyrë të prerë është dituri, është detyrë, është obligim. Edhe andaj ku thot autori dije Allahu të mëshiroft, se detyrë e jona është të njohim 4 mesele, do thot detyra jonë fetare, që na dhëron Allahu subhanahu wa taala. E para, dija, e cila është njohja e Allahut e të dërguarit të tij. Kur flasim për dijen, këtu autori e përmend taksativisht, do të konkretisht, se flasim për dituri fetare. Ajo që ka të bën me njohjen e Allahut, njohjen e pejgamberit të tij, njohjen e fesë islame në përgjithësi. Dhe të fesë islame me argumente. Njohjen e fesë me argument. E kjo është një mesele shumë e rëndësishme,
se feja merret në trashëgimi, do të e kam gjetë babën në këtë fe, në këto parime, edhe merret me dituri. Autori këtu po thot, ta mësosh fen me dituri është obligim fetar. Jo me trashëgimi, me dituri. Sepse dituria e bën besimin tanë pa luhatshëm. Dituria të bën ty të vullnetshëm në zbatimin e rregullave të asaj diturie. Dituria të bën të qartë në parimet që i beson dhe në qartë në parimet në të cilat të tjerët ti i fton. Pra çka do thot, na duhet me lezu mbi fenë islame, duhet me mësu fenë islame dhe me ditë atë. E dyta, veprimi me të. Do thot, niveli i parë i kuptimit fesë është dituria, me lezu, ose me ndëgju për te. Se edhe lezimi, edhe ndëgjimi t'japin dituri. Edhe lezimi, edhe ndëgjimi t'japin dituri. Për të parën, thot Allahu xhallah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se s'ka zot tjetër veç Allahut. Dhe thot Allahu xhallah, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin Zotit tanë që të ka kriju. Kjo sa i përket leximit dhe diturisë. Kur sa i përket ndëgjimit, e përmend Allahu xhallah se banorët e xhehenemit, kur do të merren pyetje, do thënë ma kunna naqilu au nasma. Na nuk logjikonim dhe nuk ndëgjonim. Andaj jemi banorë të xhehenemit. Kështu që detyria ka mundësi më marr edhe me lexim, ka mundësi më marr edhe me ndëgjim. Të dy mënyrat janë të arsyeshme për të mësuar diturinë. Kalumen, muslimanët e kanë marrë diturinë me dëgjim, sepse s'ka pas libra, sikur se sot. E sot na duhet me marrë dijen edhe me lexim, edhe me ndëgjim. Po. E dyta, veprimi me të. Tham na, niveli i parë është mësimi, i dyti është veprimi. Se dituria pa vepra është e padobishme. Te na muslimanët njeri nuk mëson për me pas llafe, për me pas muhabet, po mëson që atë që e din me zbatu. Andaj këtu e përmend autori nivelin e dytë, veprën. E treta, thirrja në të. E tani kur ti e dini të vërtet, edhe zbaton atë, ki qef me nda me tjertë. Se e din se aty ka shpërblim, aty ka bekim, aty ka shpëtim, aty ka ngritje, aty ka përfitim. Edhe ti, edhe kjo është, do thot, prej zemër bardhësisë që e ka muslimani, që edhe nuk është egoist, të mirat që i mëson e i zbaton, ka qef me nda me tjertë. Edhe andaj i thret të tjerët në ato dituri të dobishme që ai vetë për veti është i zbatu. E katërta, durimi në vështirësitë e saj. E tash, kjo rruga t'jesh i ditur, praktikant, thirrës, ka peripeci, ka vështirësi. Njerëzit nuk janë krejt dakord me atë që ti e bën, nuk pajtohen me ty. Pse? Se kjo i vjen kur janë një grumbull i njerëzve të nejtë në shpellë, në terë, ata mësohen me jetu në errësirë. Edhe kur don ti me nxjerr pi shpellë, pi errësire, në dritë, në diell, ata të kundërshtojnë ty, të shajnë, të refuzojnë. Mos na qet në diell se neve na dhomin syt, na pengon dielli, na pengon drita. E kjo është puna kur hoxhallarët edhe dietarët e thrasin popullin e vet në udhëzim, në dritë. Ata janë mësu në ignorancë, në errësirë, edhe i pengon drita. Andaj kur ti i thret ata në dritë, ata të kundërshtojnë. Ti nëse mundohesh fuqishëm me ngrej ka drita, ata aq ashpër kundërshtojnë ty. Edhe andaj thot autori këtune, do thot meselja e katërt është me bo sabër në këtë rrugë. Pse? Se ti kimi thonë njoni të falu, edhe të bekshire punën tone. Ti kimi thonë mos rrej, edhe të bekshire punën tone. Kimi thonë të rritë mos shaj, edhe të heq me qafës. Ka me të kundështu. E tash njoni, dyti, treti të kundështu, ti shka thonë, po lebe shka qaj kryor me ty, ose me atë, shka dojnë të buje. I themi na jo, bën sabër. Edhe tretit, edhe të katërtit, edhe të pestit, edhe të 10-tit, edhe të 15-tit, edhe të 50-tit, kejt njerëzve na duhet me folë për fe.
duhet me fol për gjërat e mira. Edhe duhet me pas sabër në këtë rrugë. Sa me pas sabër deri në fund. Sa ti je gjallë duhesh me bë sabër. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Argument për këtë është thënia e Allahut. Shefe, autori çka bën? E bjerë një konstatim, i përmend 4 parimet bazë në jetën e muslimanit, dija, vepra, thirrja, sabri. Pastaj thot argument për këtë. Shumë është më rëndësi ç'ki moment. Ta mësojmë na veten tonë për çdo sen që folim argumentin me sjell. Sidomos për fenë Allahut xhelal. Edhe për shkencë, edhe për politikë, edhe për ekonomi, edhe për futboll, edhe për çka do folim, me argument mësojmë të folim. Ama sidomos për fe. To edhe jashtëzakonisht është e rëndësishme të edukohemi, mos të folim për fen pa dije, pa argument. Pse? Sepse prej gjunave më të mëdha, më e madhe dhe se kufri dhe se shirku, është me fol për Zotin, për Allahun pa dituri. Andaj Allahu dhul xhelal çfarë thon? Wa an taqulu ala Allahi bighayri ilm. Që të folni për Allahun pa dituri, është për mëkate më të mëdha. I rendit mëkatet, me rend fillon për te imoraliteti, pastaj përmend haramet, pastaj përmend kufrin, pastaj përmend shirkun dhe pastaj thot wa an taqulu ala Allahi bighayri ilm, të folni për Allahun pa dituri. Është mëkati më i madh. Dhe gjithashtu thot Allahu dhul xhelal la takfu ma laysa laka bi ilm. Mos fol për gjërat që nuk ki dituri. Mos fol. Pse? Nëse fol për një mesele pa dituri, ke me dhon llogari. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Se ndëgjimi, shikimi dhe zemra do t'japin llogari për atë që ti ke fol, ke thon. Nëse ti ke fol pa dije dhe pa argument. Andaj autori na jep shembullin praktik, na mëson edhe edukon që meselet e fesë kur sjellin konstatime, më njëherë mas saj të sjellin argumente. Edhe andaj tha, wa dalilu, argument është fjala Allahu dhul xhelal. Argument për këtë është thënia e Allahut subhanahu wa taala, pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositin njëri tjetrin të përmbahen të vërtetës dhe që e këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm. Kjo është sura El Asr. Edhe besoj që shumica për juve e dini surën El Asr, ku Allahu dhul xhelal në këtë sure, pasi që themi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbje, përveç atij që beson dhe bën vepra të mira dhe porosit njëri tjetrin në të vërtet dhe porosit njëri tjetrin në durim. Edhe andaj autori dhe thot, prej kësaj sure i nxori ta 4 parimet. Se për me qenë njeriu besimtar duhet me pas dituri. Në momentin që ka dituri, duhet me dëshmu diturinë e tij me vepra. Në momentin që ai e zbaton atë që e din, e përhap të tjerët, e shpërndan të tjerët. Në momentin që ai mundohet me shpërnda dritën e Zotit, e fe e Zotit, del dikush e kundërshton, del dikush e ofendon, del dikush e pengon, e kitu në pas sabër dhe mos mu dorëzu me të parën, as me të dytën, as me të pesën, mos mu dorëzu hiç. Dhe i sa të këtë jetë, me vazhdu në këtë rrugë, ashtu si që kanë bo pejgamberët e Allahu dhul xhelal. Po. Imam Shafiu, Allahu më mëshiroft, ka thënë: sigur Allahu të mos kishte zbritur për krijesat e tij asnjë argument tjetër përveç kësaj sureje, ajo do t'u mjaftonte atyre. Qive, domethënë porosi shumë e bukur, sqarim shumë i rëndësishëm. Nga Kurani, sikur të mos kishim na sure tjetër veç surës El Asr, do i mjaftonte njerëzimit. Dikush ka mundësi me thonë, hoxha, na këtë Kurani kena s'po na mjafton, ti thoni sure. S'na mjafton neve për shkak se kemi ignorancë. Për shkak se na nuk jemi sinqert në mësimin e fesë. Përndryshe, shumë ajete do na mjaftonin, domethënë vetëm ato për me na orientu dhe me na udhëzu ka hajri. Andaj
Kjo fjalë Imam Shafiut tregon vlerën dhe rëndësinë e madhe që ka kjo sure, që i ndihmon besimtarit me kuptu të gjitha çështjet kryesore që i duan jetën e tij, edhe me jetu me to. E para dhe e dyta tregon se këto 4 parime që i nxori Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, që kanë përputhje me këtë që ka thonë Imam Shafiu. Që këtu në këtë rast Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala s'ka nxjerrë diçka të re, po e ka konfirmu, e ka vërtetu dhe e ka potencu atë që ka thonë para 1100 viteve Imam Shafiu rahimahullahu taala. Dije Allahu të mëshiroft se është e detyrueshme për çdo musliman dhe muslimane të mësoj dhe të veproj sipas 3 çështjeve të mëposhtme. E para, Veç pak, keni kërcim. Po? Buhariu. Thot Buhariu? çka? Po. Buhariu Allahu e mëshiroft ka thënë kapitulli dija para fjalës dhe veprës. Argument për këtë është fjala e Allahut, Tash, dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, kërko falje për mëkatin tënd. do thot, autori e sjell edhe një fjalë të njërit pe kolosëve të Islamit, Imam Buhariu rahimahullah, i cili në sahihun e tij e ka emërtu një kapitull me këtë titull. Sa për informat, ta keni parasysh si dituri, fikhu, kuptimi, do thonë konstatimet, përfundimet akademike të Imam Buhariut qëndrojnë në emërtimin e titujve të kapitujve të Sahihut të tij. Ju e dini se Imam Buhariu ka një libër Sahihu Imam Buhariut. Ai libër është ndonë në kapituj. Çdo kapitull dhe ka një titull. E ai titull, rënditja, përpilimi atij titullit tregon kuptimin edhe konstatimin edhe përfundimin e meseleve të Imam Buhariut. E tash Imam Buhariu një kapitull të tërë e ka quajtur Babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kapitulli që flet se dituria i paraprin fjalës edhe veprës. E kuptoni domun çka do të thonë Imam Abdul Wahhab rahimahullah me këtë? Se kur thamna dituria është e para, ç'a thot Imam Buhariu? Se dituria është para fjalës edhe veprës. Do thot na veç kemi vazhdu ta konfirmojmë atë që ka thonë Imam Buhariu. Me këtë du me thonë o vllazni se krejt librat e Muhammed ibn Abdul Wahhabit janë konfirmim edhe potencim i asaj që kanë thonë ulemat përpara, kur çdo s'ka tre. Që për shembull këta që i akuzojnë pastaj se kjo është doktrinë e jotja, kjo është metodë e jotja, kur çdo s'ka tre prej tij. Është konfirmim, potencim i asaj që e kanë thonë ulemat para vetes. Dhe njëjtë edhe këtu është mesela tjetër, argument për këtë, do thot Imam Buhariu. Do thot edhe këtu një mesele, mas meseles argumentin, ku e pas ka marrë Imam Buhariu, e pas ka marrë Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab, e pas ka marrë për Imam Buhariu rahimahullahu taala. Se Imam Buhariu thot babu al-qawlu qabl al-ilmu qabl al-qawli wal-amal, kapitull që flet se dituria i paraprin fjalës dhe veprës, dhe argument për këtë është ajeti kuranor ku Allahu thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Dije se s'ka zot tjetër veç Allahut, e pastaj kërko falje për mëkatet e tua. Domethënë, një herë pasurohu me dituri mbi Zotin, pastaj kërko falje për gjunat tuaja, pastaj bëj vepër. Dituria që ka e para. Po. Dije Allahu të mëshiroft se është e detyrueshme për çdo musliman dhe muslimane të mësoj dhe të veproj sipas 3 çështjeve të mëposhtme. E para, Allahu na ka krijuar. Edhe pagës, domethënë, te meselja e 4 te sabri, do të ta them edhe një gjë. Ulemat kur folin për sabrin, thonë sabri është 3 lloje. E para, sabri në zbatimin e urdhnave të Zotit. Shembull, për mu qu mu fal duhet sabër. Për ma gjëru në Ramazan duhet sabër. Për me shku në haç duhet sabër, se nuk është lehtë, është rëndë. Me sabër i zbaton, i plotson, i arrin. E dyta është sabër në caktimet e Zotit, fatkeqësitë që na ndodhin, smundja,
varfëria, lëndimi, aksidenti, çdo lloj lëndimi edhe dëmtimi që është kaderi i Zotit. Edhe uria, edhe lëndimi, këto janë kaderi i Zotit. Dhe lloji i tretë është sabër në largimi prej ndalesave të Zotit. Edhe njerëzit normalisht ka momente të caktuara që ja don epshin i gjatë. Mi po është haram. E tash ti për më largu nga ai haram, duhet me pas sabër. Për ndryshe s'mundesh më largu. Dhe për këtë arsye ulemat e kanë dhënë sabrin në 3 lloje: sabër në zbatimin e urdhnave të Zotit, sabër në përballjen me fatkeqësitë që vijnë si kader nga Zoti, dhe treta sabër në largimin prej gjërave që ka ndaluar Zoti. Po. E para, Allahu na ka krijuar. Ai na furnizon. Do thot, tani kalojmë për kësaj pjese, që thamë da kjo është mesela, tema e parë, për të cilën fol autori, të 4 parimet. Dija, vepra, daveti, sabri. Edhe argumentet, ajetet, edhe fjalët e ulemave. Tani kalojmë te tema e dytë. Tema e dytë, çka thot Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah? Do thot, çdo musliman, edhe muslimane, duhet ti din këto gjëra dhe të punon me ta. Tash, përsëri na këtu kemi diturinë edhe veprën. Edhe kjo është ajo që e veçon muslimanin bashkohor. Kur gjërat që i din, i punon. Nuk është për atyre që din e s'punon, e as për atyre që punon pa dije. Po mundohet të parën me përzi me dytën. Edhe asnjëherë nuk i përmbahet veç njënës apo veç tjetrës. Po dyat i bën bashk. Diturinë edhe veprat. Andaj thot, dije Allahu të mëshiroft se çdo musliman edhe muslimane duhet me i ditë këto 3 mesele dhe duhet me punu me to. Cila është mesele e parë? Enna Allah khalaqana, se Allah është krijuesi jon. Edhe kjo është mesele që ka të bën, që thënë ulemat, me tauhidur rububiyye, se Allahu është ai që meriton, do thot, veçimin e tij në krijimin e gjithësisë, se vetëm Allahu është ai që ka krijuar gjithësinë. Këtë çka ka të krijuar në qiell dhe në tokë është e krijuar pe Allahu subhanahu wa taala, dhe këtë parim fatmirësisht një pjesë e madhe e njerëzve e pranojnë se Allahu është krijuesi i gjithësisë. Mirë po, çka ndodh? Nëse Allahu neve na ka kriju, a na ka kriju për asnjë qëllim? A na ka kriju na ka lënë kot, apo ka ndonjë qëllim? Vazhdon edhe e sqaron. Ai na furnizon e as që na ka lënë kot. Madje na çoi një të dërguar. Kush pason në rrugën e tij, hyn në xhennet. Dhe kushdo që e kundërshton atë, hyn në zjarr. Sheve tash, do thot, çfarë renditje ka bë të këtyre konstatimeve. E para, Allahu na ka kriju. E dyta, ai na furnizon. Domethënë, kjo shumë është më rëndësishme e kuptu se nëse Allahu neve na ka kriju, nuk na lën neve pa furnizim kurrnjëherë. Jeni të bindur se përderisa na jemi të krijuar nga Allahu Dhu Xhelal, edhe furnizimin e kemi prej tij. Garantum. A do një argument plus? Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka marrë të hadithet që kena me lexuar nesër, se momenti kur vjen shpirti në barkun e nanës, edhe fëmia fillon me jetu, në atë moment i regjistrohet sasia e rrezikut që ka me e, domethënë, përfitu kjo foshnje, kjo fëmijë që është në barkun e nanës. Për ati momentit. Andaj, gabimi më i madh është njeriu mu tut për rrezikut, ose për rrezikun. Çka ka me ndodh me mua? Ka me pas me hangër, s'ka me pas. A ka me pas para, s'ka me pas. A ka me pas pasuri, s'ka me pas. Mutut nuk ban. Sa ai që na ka kriju, edhe ai ka me na furnizu. Ti jeni dvindur. E tash, a do me thonë kjo na, a jam të thonë në mos puno? Jo. Jam të thonë ti puno, ama mos u tot për rrezikun. Se ka me thar ajo që ka caktuar Allahu Dhu Xhelal patjetër. Pastaj tha, Allahu na krijoi, Allahu na furnizoi
dhe nuk na la kot. Na caktoi qëllim për cilin na ka thirrur. Edhe ai qëllim është i treguar në Kur'an. Thot Allahu Gjell, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit edhe gjinat si kanë kriju për asnjë qëllim tjetër, përveç se Allahun ta adhurojnë. Në qëllimi i krijimit njeriu që ka adhurimi Allahu Gjell. Pastaj tha, dhe për ta ndihmuar njeriu me kuptu qëllimin e vet, i dërgoi pejgamber. Çfarë roli kanë pejgambert? Mja bot qartë njerëzimit qëllimin e krijimit tyre. Me ndihmu njerëzimin me kuptu qëllimin e krijimit tyre. Pastaj tha, e ata që respektojnë dhe i binden, i nështrohen pejgamberit Zotit, e fitojnë xhenetin. E ata që e kundërshtojnë thirrjen e pejgamberit Zotit, e fitojnë xhenemin. Argument për këtë është thënia e Allahut: ne dërguam te ju të dërguar që dëshmon kundër jush. Ashtu siç patëm dërguar edhe te faraonit të dërguar. E faraoni kundërshtoi të dërguarin, mandej ne i dham atij një dënim të rënd. Kjo është në surën Al-Muzammil, ajeti 15-16, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Ne kemi dërguar pejgamber dëshmitar. Me qenë për gjendjen tuaj, dëshmitar për ju. Nëse pranoni thirrjen e tij apo e kundërshtoni. Nëse e kundërshtoni, jemi dëshmitar kundër jush, ashtu sikur se kena dërguar pejgamber te faraoni, Musa alayhis salam, e faraoni e kundërshtoi pejgamberin Musa alayhis salam, e na e ndeshkuam atë me ndeshkim të madh. Do thot, kjo është matematika. E ki përpara një pejgamber. Ai thret në besim në Allahun e Madhërisht, në tauhid. Ti e pranon thirrjen e tij, i nështrohesh atij, fiton xhenetin. Edhe ai ka më qenë dëshmitar për ty. Nëse ti e kundërshton, siç e kundërshtoi faraoni Musa alayhis salam, ti do ndeshkohesh si është ndeshkuaj, edhe në dunjë dhe në ahiret. Andaj shembulli është shumë i qartë, e ki një histori, e ke pa, e ke ndëgju, ke lezu, edhe sot e njëjta është për ty. E pranon, shpëton, e kundërshton, humb. E dyta, Allahu nuk pranon që njerëzit të adhurojnë bashkë me të tjetër kë. Domthon meselja e dytë, Qoftë ky melek apo i dërguar i Allahut, argument për këtë është ajeti: dhe mua më shpallet se vërtet xhamit janë të veçanta për të adhuruar Allahun. E mos adhuroni në to askën tjetër me Allahun. do thot, meselja e parë, keme kuptue se Allah është krijuesi jon, e furnizuesi jon dhe nuk na ka lënë neve kot, ka dërguar pejgamber me na tregu qëllimin e krijimit ton. E meselja e dytë që nga se vetëm ky Zot që është krijues meriton adhurimin e plot, adhurimin ton, asgjë tjetër përveç tij. Edhe nëse ai është melaçe, ajo krijesë është melaçe që rrin afër Zotit, apo pejgamber i përzgjedhur nga Zoti Dhul Xhelal, nuk meriton më adhuru askush. As melaça, as pejgamberi, por adhurohet vetëm Allahu. Askush tjetër me te. Shife, çka është puna e shirkut. As veç ti, as me te. Sepse na kanë herë themi për shembull, nuk adhurojmë askënd sa Allahu, po e adhurojmë dikën me Allahun. Kjo është shirk. Edhe andaj këtu autori vjen për ta potencuar edhe një herë këtë fakt. Meselja e parë është me kuptu se Allahu është krijuesi jon, furnizuesi jon dhe ai ka qenë për neve me adhuru atë. Meselja e dytë është sado që ka pejgamber që janë afër Zotit, apo melaçe që janë afër tij, as ato nuk meritojnë mu adhuru me Allah, po vetëm Allahu Dhul Xhelal. Dhe argument për këtë është ajeti kuranor në surën Jin, ajeti 18, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada. Xhamijat janë vetëm për Allah, domthonë xhamijat, vendet ku falen njerëzit, duhet të jenë për të falë vetëm për Allahun. Dhe aty nuk ka të drejtë të lutet askush tjetër me Allahun. Se dikush thotë unë e besoj Allahun, i lutem Allahut, po plus i lutem edhe filonit edhe fistekut. Ne themi Allahu thotë wala tadu ma Allahi ahada. Asken me Allahun mos u lut, veç Allahut. Kjo është për ta mbrojtur besimin ton nga shirku. Sepse nëse beson
në dikën tjetër veç Allahut, e ke mohu Allahun edhe ki besim i dhujtar. Nëse beson Allahun edhe dikën tjetër si Allahun, gjithashtu ke bërë shirk. Edhe nuk ki besim të plot. Ande kjo është çështja të cilën autori don me e sqaru. E treta, ai që i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njëson Allahun, nuk i lejohet i miqësoj ata që armiqësojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe po t'i ketë ata nga më të afërmit. Argument për këtë është fjala e Allahut, nuk gjen popull që beson Allahun dhe ditën e gjykimit e ta doj atë që kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe sikur të jenë ata prindërit e tyre ose fëmijët e tyre ose vëllezërit e tyre ose farifisi i tyre. Ata janë që në zemrat e tyre ai ka skalitur besimin dhe ka forcuar me shpirt nga ana e tij, dhe ata do t'i shpjerën në xhenete në për të cilat rrjedhin lumej. Aty janë për gjithmonë. Allahu ua ka pëlqyer punët e tyre dhe ata janë të kënaqur me shpërblimin e tij. Të tillët janë në pala e Allahut, ta dini pra se idhëtarët e Allahut janë ata të shpëtuarit. Mesela e tretë që e solli autori këtu në, e cila mbështetet në parë në dytën, është shoqërimi, edhe miqësimi, edhe dashnia, edhe përkrahja jote ndaj kujt ka me qenë. Nëse ti beson vetëm Allahun një, dhe këtë besim tonin monoteist e mbron nga çdo lloj idhujtarie, a ki drejti me dasht diken që e beson gabimisht Allahun? Apo e kundërshton besimin në Allahun? Jo. Nëse je besimtar i vërtet, nuk lejohet ty me pas miqësi. E fjala miqësia ka kuptimin dashni, ndihmë dhe përkrahje ndaj atij i cili nuk e don Allahun edhe e kundërshton atë. E keni qartë, domethënë kjo shumë është e thjeshtë. Ka njerë dikush mundohet për kësaj teme me nxjerr, domethënë situatë pakëndshme. Njerëzit e dojnë atë që është i afërt me te, në botë kuptimet e tia, në mendimet e tia, në gjakun e tij e kështu me radhë. Për shembull, na shqiptarët i dojmë, domethënë më shumë shqiptarë se popujt tjerë. Pse? Se jemi një gjak. Pastaj, shkopjant i dojmë shkopjant më shumë se të tjerë, pse jemi një qytetit. Pastaj, të foli tash për butele, mos foli për gazibabën e Serovën, se këto tema është më e nxehtë. Rivaliteti është i vjetër, me butel s'ka rivalitet. Që banorët e butelit e dojnë njëri tjetrin më shumë se sa për shembull banorët e lagjeve tjera. A kuptoni? Domthon afërsia e mendimit, e jetesës, e veshmbathjes. E tash ekipet e futbollit, për shembull, edhe këtu s'po përmend emra tash për mos më nxjerr situatën, ama një fanatik i një ekipës, domethënë e don njëti fanatik të asaj ekipe më shumë se sa atë ekipës kundërshtare. Preferencat, pëlqimet, afërsitë janë rezultat i botkuptimeve, i shijeve. E tash ti para mendo kur flasim për fe, nëse na për futboll, kush e do ekipën tonë, e dojna më shumë se ai që është kundërshtar i ekipës tonë, e mos folim na tash për fe, për parimet të fesë. Edhe normalisht ai që e don Islamin, unë e dua atë, dhe ai që e urren Islamin, unë urrej atë. Kjo është matematikë e thjeshtë. Se dikush tenton me kallëzu se kjo është radikalizëm, nuk është radikalizëm. Këto janë rezultate spontane, psikologjike dhe sociologjike. Janë rezultate automatike. Në këtë segmentet e jetës, andon e përmena edhe lokalizmin, e përmena edhe sportin, për me tregu se do thot njerëzit i ndjejnë të afërt ata që ndajnë botë kuptimet njëjta. Edhe kjo është shumë e thjeshtë. Edhe askush s'ka drejt në bazë që saj mu me në llogaritë se unë jam radikal. Jo. Kush e don Allahun e du. Kush se don Allahun se du. Çka ka filozofi këtë? Është mohabet i thjeshtë. Tash ti s'mundesh me thon vallai ti si tolerant nëse ti nuk e don atë që nuk e don Allahun. Çka ka lidhje kjo? Përkundazi, nëse unë e du atë që nuk e don Allahun, a pretendoj se unë e du Allahun, atë unë jam kontradiktor mes vete. Bëj bashkim të gjërave të pabashkuara. Nëse unë e du Allahun,
edhe e du atë që e uren Allahun, atër unë jam normal. Se s'mundet unë me dash diken që uren atë që e du. S'ka logjike po. Ande nëse unë e du Allahun, e du atë që e donë Allahun. Nëse unë e du Allahun, e urej atë që uren Allahun. Edhe matematika është e thjeshtë. Andaj këtë parim që fatkesisht me kalimin e kohës në atë kohë ka pas tentativa për me e shkel, edhe me e zbe, edhe me zhduk, edhe sot është e njëjta situatë. Tentojnë njerëzit me i shem barierat aka ideologjike mes besimeve. A ta kuptoni mirë këtë mesele, sikur të mos kishin qenë dallimet mes besimeve, s'kishte me pas shumë fe. Po pse ka dallime, ka shumë fe. E tash, nëse ti i shem barierat, tenton me i bo këtë një fe, parashtrohet pyetja, na themi për shembull muslimanët se feja e vërtet është Islami. Edhe i themi këtë hajde në Islam. Ti se pranon thirrjen teme, a thu hajde të bëmi një, në çka? Na që thras une, apo na që thret ti, zakonisht del matematika se ata duhet me kon një, na që thrasin ata. Milon na parimet e feson, e mi marr parimet e tynve, atër bëmi një. Na themi këtë se pranojmë. Sepse nuk është e saktë, nuk është e drejtë. Ti po do me më shkrinjtë e jotja, pa pranu kur gjo pi temës. Nëse është logjika e jote që donë ti me dominu, unë të njëjtën logjikë për përdori, tham hajde ti, bono si une, se jemi është më e mirë se jotja. Edhe atër bëmi një. Ashtu siç Allah i madhëshëm ka thënë në Kur'an, ja ahli kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah. O ju i thartë të lirit, e janë në një fjalë të përbashkët mes neve dhe juve, që të mos adhurojmë asken të veç Allahut. Andaj kjo është thirrja jonë që ne bëjmë këtë njerëzimit, urdhoni në tauhid. Andaj pasaj autori e solli këtë ajet pranor të surës Mujadele, ajeti 22, që e shqaron këtë shumë më qartë se thashune. Thot Allahu i madhëshëm, nuk mundesh me gjetë burra, njerëz që besojnë Allahun dhe ditën e mbram, që i duan ata të cilët armiqsojnë Allahut e pejgamberin e tij, edhe nëse i kanë baballar, apo i kanë fëmijë, apo i kanë vëllezër, apo i kanë familje. Këta që nuk i duan këta armiqtë e Zotit, janë ata burra që është skalit imani në zemrat e tyre dhe kanë ndihmën dhe përkrahjen nga Allahu Dhu Xhelal. Ata Allahu i shtin në xhenete në të cilët rrjedhin lumej, ku do qëndrojnë përgjithmonë, me ata Allahu është i kënaqur dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Ata janë pala e Allahut. Ata janë partia e Allahut, e me të vërtet partia e Allahut është fitimtare. Dije Allahu të udhëzoft në respektimin e tij se feja e vërtet është dhe e drejtë është rruga e Ibrahimit alayhis salam. Tash him tematikën e tretë. Domethënë janë shkurta, me majt mend që kështu pjesë fenomenal, janë 5 tematika, ka 2 faqe, më mësu përmend e ke gdhen tauhidin mendjen tonë inshallah taala. Të adhurosh vetëm Allahun me sinqeritet. Tani që thot dije Allahu të orientoft në adhurimin e tij. Për të i vënë dua, për neve që lexoj. Allahu të orientoft ershedak Allah, të orientoft ka adhurimi Allahut, respekt në shtrimin dhe Allahu Xhelal. Kuptoje çka është milletu Ibrahime, milleti Ibrahimit. Besimi Ibrahimit. Çka është Hanefije? Me qenë besim drejt. Thot me adhuru vetëm Allahun një, me sinqeritet. Dhe me këtë parim, Allahu i ka urnu krejt njerëzimin. Në që nga Ademi Alisam dhe në njerën e fundit, janë të urnu me besu në Allahun një. Me këtë Allahu ka urdhëruar gjithë njerëzimin dhe mu për këtë shkak edhe i krijoi ata. Do i ka urnu edhe për këtë qëllim i ka kriju dhe këtë e përmendëm pak më herët. Allahu subhanahu wa taala thot, unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, pos që të më adhurojnë. Në surën Dhariyat, ajeti 56, thot Allahu Dhu Xhelal, gjinët edhe njerëzit për një qëllim i kanë kriju. Çka është ai qëllimi? Vetëm Allahun më adhuru. Në pas tauhid, monoteizëm, dhe asgjë tjetër veçtim as më adhuru. Çështja më e madhe që Allahu ka urdhëruar për të është tauhidi, njëstimi i Allahut me adhurim.
Andaj, tu jep sqarimin e termit liya'budun për të adhuruar Allahun dhul xhelal e yuwahidun, që ta veçojnë Allahun me adhurim. Pse? Sepse kjo është urdhni më i madh me të cilin Allah i ka urdhëruar njerëzimin, që ta veçojnë Allahun me adhurim. Askënd veç ti mos ta adhurojnë, vetëm atë. Kjo është veçim me adhurim, vetëm atë me adhuru. Askënd veç ti mos me adhuru. Gjëja më e madhe që Allahu na ka ndaluar është shirku, që është të lusësh të tjerët së bashku me të. Argument për këtë është ajeti: adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë. Mesela e parë që ka të bënë me hanefizmin, tash hanefizmi jo fik mëdhëbor i Ebu Hanifes, po hanefizmi si kuptim, se termi el hanif e ka kuptimin besim drejt, monoteist. Edhe Allahu dhul xhelal e përmend për Ibrahimin alayhis salam: ma kana Ibrahimu jehudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahimi nuk ishte jehudi, as nuk ishte krishter, por ishte besim drejt musliman. E për këtë fakt, për këtë hanefizëm, flet këtu autori, domthonë për këtë besim i cili është historik të këtë pejgamber të Allahut, që vetëm Allahun me adhuru. Janë dy gjëra, adhurimi i Allahut, edhe dyta, largimi nga shirku. Edhe ato shkojnë paralel. Nëse na imponojmë tauhidin, me njëherë duhet me imponu refuzimin e shirkut. Ato bashkë duhet me shku. Nëse nuk janë bashkë, tauhidi jonë është i mangët. Nëse shkojnë bashkë është i plot, Allahu dhul thotë: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, adhuroni Allahun dhe atij asgjë mos i bëni shirk. Andaj është konfirmim i tauhidit pjesës së parë dhe kundërshtim i shirkut pjesës së dytë. Pra nëse të thuhet ty cilat janë tre parimet që një person duhet i di, duhet të thuash tash dolën te tre parimet. Tema e tretë ose e katërt, fal. Tema e katërt, tre parimet në bazë të cilës edhe ka marrë emrin këtë libri. Duhet të thuash njohja e Allahut. Tash Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah thot e cilët janë tre parimet që duhet i njeh njeriu. Domthonë tre temat e para janë një lloj platforme mbi të cilën tash e ndërton këtë dituri të re. Se gjitha këto tre pika, domethënë, kishin të bëjnë me dijen edhe me tauhidin. Themelet e forta, tash në këtë platformë nisim e ndërtojmë cilat janë tre parimet që duhet t'i di njeriu, thot thuaj njohja, domethënë që duhet ta njeh njeriu ose robi Zotin e vet. Normalisht kjo është dituria më e madhe kryesore që du ta ketë parasysh njeriu jetën e vet, ta njeh Zotin e tij. Fejnë e tij dhe të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tash njohja e Zotit ka të bënë me raportet e tija me krijuesin e vet. Njohja e fesë ka të bënë me mënyrën se si i kryen obligimet e veta ndaj krijuesit vet. Njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka të bënë me, do thot, personin i cili ja ka sjell të mësimet fesë. Zoti është qëllimi. Nëpërmes fesë mëson rregullat se si ta adhuron Zotin e tij. Nëpërmes pejgamberit, do thot, e lidh njeriu i cili e ka sjell këtë fe tek këta.